vetë vendosje dhe mbi parimet universale që ishin pranuar në atë kohë mbas luftës së parë botërore. Kjo ëndër, kjo përpjekje, kjo luftë për çështjen kombëtare dhe për çështjen e Kosovës, në qoftë se nuk do ishte shtruar atëherë, në qoftë se nuk do kishin shkuar nga Shqipëria me qindra mësues, jurist, ushtarak, politikan, që ngjallën ndjenjën kombëtare, natyrisht çështja e Kosovës, siç thotë dhe Mithat Frashi, do kishte pushuar se ekzistuari. Është kjo përpjekje që sot Kosova është në prag të një ngjarje të madhe, madhore të pavarësisë së saj. Atëre për të sqaruar një moment të rëndësishëm ka lindur në biseda, më falni se pyetja do të ketë prapë nga salla, si do një kohë të shkurtër. Para Mukes dhe pas Mukes, akuzat e historiografisë komuniste janë bashkëpunimi i forcave nacionaliste dhe ballit me kushtuesin. Si e keni argumentuar juve në librin tuaj, zoti? Kjo është një temë më vete, megjithëse mund të themi dy fjalë, sepse kolaboracionizmi ose bashkëpunimi është një temë mbi të cilën është abuzuar dhe hedhur shumë balt. Dhe që kërkon një trajtim të plot, sepse nëse e thua me dy fjalë nuk argumenton asgjë, aq më tepër teleshikuesit që presin. Është libri ai që do të Në libër janë disa kapitull që e trajtojnë këtë çështje dhe unë mendoj që lexuesit ta lexojnë librin, por duhet të pranuar që gjatë luftës civile, do të thënë mbas Mukes, mbas prishjes së marrëveshjes, mbas prishjes së këtij kompromis, kur nacionalistët u ndodhen midis dy zjarre, nga njëra anë zjarrit komunist, ushtrisë nacionale shqiptare dhe të pushtuesve, qoftë italian, qoftë gjerman, në këto kushte, për motive politike, po dhe për motive personale për të ruajtur jetën, jo organizata e ballit, po edhe element të veçantë kanë bashkëpunuar me pushtuesit, siç kanë bashkëpunuar dhe element të veçantë nga nacional shqiptarja. Dhe me që jemi këtu në Fier, unë do të përmend edhe emra. Nacional shqiptare ka bërë pak më tuti një kompromis i Beratit me gjermanët, që edhe është ndëshkuar, ose i Kuçovës. Në veri në Peshkopi është një kompromis i Peshkopisë, ku nacional shqiptare, shkaku i luftës së Peshkopisë dhe Dibrës është pikërisht një batalion serbo-maqedonës me Brajevicin. Brajevici është Petër Brajevic, një nga drejtuesit kryesorë të luftës, që humbi një këmbë edhe në betejën e Drenicës kundër Shaban Polluzhës, gjykatës i famshëm i Kryezinjve. Ju keni dëgjuar, kemi ndërtuar dhe një film tani kohët e fundit për lëvizjen Kryezinjve. Dhe ata kishin i dërguar nga Jugoslavët, nga Tempoja,